Dy aksidente rrugore janë regjistruar paraditën e kësaj të martë në aksin Maqellar-Peshkopi, ku dy persona kanë mbetur të plagosur. Aksidenti i parë ka ndodhur në vendin e njohur si Grev, ku janë përfshirë një automjet tip Volkswagen dhe një furgon transporti pasagjerësh. Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të lënduar shtetasit Ylli Melani dhe Alban Melani, bab e bir. Të plagosurit janë transportuar menjëherë drejt spitalit të Dibrës, ku sipas mjekëve ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia mbi normat e lejuara e automjetit tip Volkswagen e kombinuar me lagështinë në rrugë, që mund të ketë ndikuar në humbjen e kontrollit të mjetit. Ndërkohë, vetëm pak më vonë, në të njëjtin aks rrugor është regjistruar edhe një aksident tjetër, ku janë përfshirë dy automjete. Fatmirësisht këtë herë nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia rrugore dhe grupet hetimore kanë bërritur në të dyja vendngjarjet dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidenteve, ndërsa drejtuesve të mjeteve u bëhet apel për kujdes të shtuar për shkak të kushteve të rrugës dhe lagështirës në asfalt.